Një moment tensioni u krijua gjatë festës së ditëlindjes së Dolces në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, kur Fjolla dhe Edi duket se prishën atmosferën e organizuar për të. Teksa po vallëzonin, Fjolla u duk e prekur edhe ju afrua Dolces duke i thënë: "Është ditëlindja jote dhe erdha këtu, por ky më ngacmoi." Bëni subscribe kanalin Biz Shorts për më të reja rreth showbizit vendor. Dolce shprehu shqetësimin e saj duke komentuar se Edi po i prishte ditëlindjen dhe se situata nuk po shkonte sipas pritshmërive të saj. Pas disa momenteve të tensionuara, Fjolla dhe Edi u pan duke u afruar dhe duke i bërtitur njëri tjetrit, gjë që çoi në prishjen e ditëlindjes. Më pas Fjolla u përpoq të sqaronte situatën për Dolcen duke i thënë: "Është ditëlindja jote dhe njerëzit nuk duhet të lëshojnë kunja në këtë ditë. Nuk ka rëndësi nëse të respektojnë ty apo jo. Nuk të njoh shumë, por kur më thirrën në ditëlindje, u ndjeva shumë e lumtur që isha këtu." Dolce i kërkoi Fjollës që ta lërë situatën dhe të mos merret më me këtë çështje, duke tentuar të rikthejë qetësinë dhe atmosferën festive.